Zotin Amik, letërsia juaj në Greqi. Letërsia në Greqi ka një lloj autenticiteti, është ngjarje simbolik zërrahës. Me dëshirë mirë, më duhet që të jepja sa më shumë atë kontributat bashkëtesë mes shqiptarëve dhe grekëve si Ballkanës, si fqinjë të mirë, ndoshta me hijen e dikursit të kaluarës, të cilat kërkojnë që të heqin nga qielli i bashkëtesës. Vi nga një përvojë e mirë, do thoja, shqiptaro-amerikane. Disa libra që kanë botuar në Boston, që janë thjesht mbresa për shtype, dhe sidomos se aktiviteti i mjaft shqiptarëve në Massachusetts, se jodhen shtetet si Connecticut, si New York, si Philadelphia, më krijoi një lloj besimi se mund të vazhdojë këtë rrugë edhe në shqiptarët e Greqisë. Natyrisht jo si një lloj eksperimentimi. Unë besoj se në këtë moshë një letërsi e tillë nuk është thjesht një eksperimentim. Nëse do të thoja pak më mirë, do ishte një lloj obligimi që kemi si shkronjtar të Shqipës. Tradita e kësaj letërsie nuk është e virgjër. Të tjerë si puna ime, qoftë si artist dhe piktor dhe shkrimtar dhe gazetar, e kam bërë para me. Dhe ky është si një lloj themeli i bukur i një letërsie që tashmë ka filluar të mos jetë filizoj, por ka filluar të hedhë dhe frutat e saj. Më mbetën të bestike një shprehje do thoj interesante që e ka thënë njëri i mençur. Dhe letërsia shqiptare në Greqi i ngjan një pylle, një kalaje të madhe, të stërmadhe, të cilës po t'i heqësh një gur, ajo nuk rrezohet. Po nëse përpiqesh t'i vësh një gur, qoftë i vogël dhe më i madh, ke bërë e të e bën atë më të fortë. Dhe kjo e bën që edhe shkrimtari dhe gazetari të ndihet mirë në atë ligjin e pashkruar. Historia njerëzore na ka mësuar se ligjet e pashkruara janë ligjet që kanë jetë më të gjatë. Nëse ligjet e shkruara do të mëson juristi, të mëson avokati, të mëson shkolla, të mëson shteti dhe jetë do i detyruar të respektosh. Letërsia nuk buron nga ligjet e shkruara, buron nga një ligj zemre që ka brenda humanizmin, jo thjesht kureshti, nuk është kureshti kjo, është një obligimi që ti kërkon ta mbash jo si e Quasimodo në kuris, po ta mbash brenda vetes. Kam një shkrim, një portret të një mësuesi me Larisa, që i ka bërë një titull njeriu që do ta kisha brenda vetes. Zakonisht ne krenohemi, ku ecim në rrugë dhe shikojmë jemi përpara një shoku dhe ti krenohesh se jemi agroni. Ecim me gruan dhe në familje je pjesë e saj. Ecim me fëmijën dhe për këtë, nëse ku kri njëri brenda vetes është më bukur se sa kjo pjesa fizike. Do të thuaj që nëse do ta shpreha figurativisht këtë lloj letërsie, është një letërsi që të vjen brenda vetes. Se e kolla që edhe në një tribunë të madhe, të zhurmshme, me tollumbace, të vjen kolla dhe ti do gjesh mënyrë të kollitesh. Është një kollë e bukur që ti kërkon ta përsërisësh gjithmonë. Zotin Amik, më lejo të bëj një pyetje. Sa e lehtë ose sa e vështirë është të merresh me letërsi në një vend të huaj? Këtë përgjigje, për mi sjell do t'jap një përgjigje që është një përgjigje pak subjektive. Brenda një realiteti ka një lloj subjektiviteti, ka dhe objektiviteti. Unë do ta thoj këtë kam gati 10 vite në Amerikë dhe mund ta thoj në mënyrë për lidhësi që zhvillohet atje. Ku tradita e Nolit, e Konicës, e shkrimtarit Kristo Kroqe ka ardhur duke u konsoliduar herë me atë ulje ngritje si ato ballgët e detit, se për Greqinë nuk do ta thuaj më kaq sigurisht se që thoni ju. Ju keni njohur shumë shkrimtarë, jeni vetë pjesë e shkronjbërjes. Nuk do thuaj që është e vështirë, nuk do thuaj që është vështirë, sepse portretet e një personazhi në mërkim
janë portrete të nxushëm sepse ata janë brenda sfidës. Njeriu nuk shëndohet shumë kur flet gjumë se sa kur zgjohet. Në këtë turavrap koha ka turavrap, në këtë qiell që shpesh mbullohet, shpesh hirizohet, shpesh mbullohet me pikrat e shiut, në një pjesë e një realiteti të caktuar. Në një botë që shpesh nga herë është sherrane, normalisht në një parlament ku quhet Kuvendi të Urtëve, ne shpesh ulim kokën dhe turburohemi sepse atje ka sherrë. Në vërtet duhet ulim kokën ata që sherrohen. Po e ulim ne që shikojmë ata. Pra, në këtë tryezë gjuhësh, komunitetesh, do të them një fakt që vetëm në Boston jeton 155 komunitete. Mendoni se çfarë mrekullie do ishte që të kishim vetësinë 155 komunitete. Është një lloj sfidë që çdo komunitet ja bën vetes. Natyrisht është një lloj emocioni, por është edhe një lloj kënaqësie shpirtërore. Vetësia nuk jeton dot pa kënaqësi. Si ndjet autori, dhe më ka fjalën për ju, kur ju keni brenda vetes tuaj botimet e 70 librave. Si ndjet Zotin Amir, kur shoqërisë tonë ka dhënë 70 libra. Jo. Tani vjen një kohë që një bujk i mirë është i mirë për zgjedh farën për ta ndjekur. Një bujk i mirë është ai që e përgatitur garë shumë sepse një farë shumë e zgjedhur në një garë të papërgatitur nuk do të realizohet. Një bujk i mirë është ai që ulet në gjuhën, gati si që ulet fëmijës, si që ulet njerëzit të dashur i ulet farës. Dhe nuk ka për turp të ulet një burr, një kokë dhe gruri. Një bujk i mirë njohet dhe përballon edhe sfidën e dëborës për të puluar bimën kur ja ka ftohtë. Është emocioniste, jetoj brenda emocion. Do thuaj që në çdo edhe në këto ditë që unë kam marrë këtu, vjen kaq shumë detaje sa edhe në mos e shkruan ato e kaq godice sa të mbeten dhe në moment caktuar të shpërthen. Po marr një rast, isha sot para 2 orë në një lokal lartësie. Zakonisht lokalet e lartësisë kanë brenda sfidën për të parë më shumë qiell, më shumë akropoll. Do të shkojmë në një vend, tani ku shkojmë akropoll. Në mënyrë të natyrshme ti kur komendon me një akropoll i cili është larg, pjesë e së ardhmes që të komunitetit tënd, pse jo të bashkëtesës me ata qepër. Zakonisht në letësia e tillë e bashkëtesës së një kombi në kom tjetër, si kryelloj ka reportazhe. Por ti reportazhi është portreti i cili ka detaje që do ta bënë lidhëson me ta. Por askush nuk mund të thotë se brenda këtij karvanimi shkronje nuk është poezia. Dje në Selanik dhe aktiviteti poezia Selanikut e situar në Selanikut më bëri që të emocionohesh shumë, por më shumë ata në mua. Një poezi, kujtoj tani një poezi Musit e Athinës. Musit e Athinës të ndafilohen dhe gëzojnë dhe ata që dhe grekët dhe shqiptarët dhe çdo komunitet. Para 2 vite isha në Kret. Mësova një fakt të bukur që kretasit ishin bejtëgjin si lloj si kolonjarët dhe sidomos si shkodranët. Si mundet do ta bëje këtë derit të bukur, grekët thonë që e kemi ritë tyre, po unë nuk kam ndërmend që të bëhem gjyqtar i ritë, por në Kret ishin bejtëgjin. Dhe bejtëgjit janë ata që nuk kanë shumë universitete, diploma në qepët e tyre, po janë krijuesi spontan, ata piktorë që e kapin edhe duke ecur rrugës e kapin penelin në shpirtë dhe hedhin aty ku duan. Pra, fuzë poezi. Dhe shpesh këto poezi dua mirë të bëjnë videoklipe, të shikojmë me një muzikë të bukur greke dhe ngrohin edhe shqiptarët, por ngrohin edhe grekët që jetojnë me këtë emocion. Ju mbrëm
promovimin e librit tuaj edhe në ambasadë. Ç'po shtypje keni? Ju lexua do 2 poezi aty. Jo më desë më shumë poezi, vetë titulli Jemi Bashkë, zakonisht kur vjet një titull, brenda vetes shkriptari merr këshilla të tjera, por se u shërrohet me veten. Kurse ishte titulli më simbolik, jo signifikativ se fjala uaj. Jemi bashkë, thonë shqiptarët, jemi bashkë, por kur vjen një grek, zotëria, jemi bashkë, po jemi bashkë. Jemi bashkë me hallet e në kjo se ndodh një protestë dhe shqiptarët janë aty. Mund t'jeve mirë. Nësë është pismarrja e ambasadores, si gjithësësi, është një simbolik, kur një aktivitet merr pjesë ambasadorja, në mënyrë shumë shpirtërore, autorin ndjen emocion. Së dyti, shumë pjesëmarrës të këtij aktiviteti ishin lexuesit e mi prej vitesh dhe njohin veprën time. Janë ata që të futen brenda vetes së tij, nëse ka arritur një horizont, bukuria e njeriu është kur shikon shumë horizonte. Mendon një njeri që jeton mes maleve. Malet janë të bukura, horizontet e tyre është i ngushtë. Një takim në ambasadë të hap shumë horizonte dhe ti nuk je brenda shkretisë si ka të njëjtën nivel. Po je brenda luginave që të shpalosin pranverën, shpalosin borën, tufanet, atë ecjen herë me gamile, herë me kuaj, herë me mjete transporti moderne, herë me limuzina, herë me pajtona. Të gjithë kanë në thelb uftime, po një uftime pajtona nuk është kaq i shpejtë sa limuzina, është i bukur. Sepse je një lloj kalor si Mercedes, një kalor si primitiv dhe Greqia dhe Shqipëria. Këta Ballkanës që kanë jetuar brenda kësaj kulture 2400 vjeçare kanë të drejtë që t'ja paraqesësh shumë bukur të. Dhe nëse ke paraqitur bukur, ke bërë detyrim ndaj dy kombeve, jo vetëm një kombe. Në mbyllje, mesazhi juaj për emigrantët shqiptarë në Greqi. Emigrantët në Shqipëri do të jemi përgjigje me thënien e një gruaje në udhëtimin tim të parë nga Kapshtisa për Larisa. Një gruaje që u të njohë me ty në autobus, me do një njohë si përfaqësore, nuk të jep gjithmonë mesazhin që kërkon. Mora ishte shumë interesante në përgjigjen e saj. Si u duke shqiptarë në Greqi, pra, po të ja përgjigjen me fjalën e saj. Dhe më duke sa ishte më e mençur se unë. Edhe pse ndoshta s'kishte bërë libër. Zërin është bërë më i fortë zotëritë. Ne nuk e di se është bërë më i fortë. Ne nuk burremi jemi shqiptarë, po jemi guximtarë të themi kudo që jemi shqiptarë. Ndoshta kjo siguri duhet të ecë paralelisht edhe me çdo një shkrimtar që kërkon ta paraqesë këtë bashkëpunim, këtë marrëdhënie njerëzore mes tyre në një komunitet tjetër. Zotin Amiki, faleminderit shumë për intervistën që na dha dhe uroj sukses të mëtejshëm në fushën tuaj të lëvizjes. Shumë faleminderit dhe ju uroj sukses.